Ditën e djeshme, Egli Tako publikoi një foto ku tregonte se ndodhej në Prishtinë. Era Prishtinë, shkruante Egli në një foto të publikuar në Instastories dhe menjëherë filluan aludimet nëse ndodhej në Prishtinë me gjestin apo vetëm. Mikja e këngëtares, Sara ka qenë e ftuar në procesi sportiv, ku ka konfirmuar se çifti ndodhet së bashku në Prishtinë. Mua më mbysnin akoma mesazhet Manush nuk e ke iden. Në një formë shakaje, kur mërzitem unë dhe bezdisem nga këto mesazhet imagjino ata të dy që nuk kanë fajfare që i konfuzojnë njerëzit dhe i lën këtë enigmën, tha Sara. Ndërkohë që moderatorët Edi Manushi dhe Alesia Bami insistuan për të ditur nëse Gjesti dhe Egli ndodheshin bashkë në Prishtinë apo jo. Tani ashtu siç kemi dëgjuar thashë theme për këtë ikjen e Eglit në Kosovë me Gjestin sigurisht edhe unë jam në dieni të disa gjërave sepse këto pasohen edhe me video. Mbase s'është vendi im për t'i thënë këto gjëra, por di të them që këtu ka diçka, tha Sara duke konfirmuar se çifti është bashkë.